Në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, lideri Sali Berisha kërkoi shqyrtimin me urgjencë të një propozimi ligjor që parashikon uljen e çmimit të naftës. Opozita kërkon me çdo kusht përmbysjen e sistemit fiskal aktual mbi litrën e naftës. Sistem absolutisht ndëshkues totalisht mbi qytetarin shqiptar. Sistem i cili ka në bazë një taks për 1.1 euro për litër naftë, një marrëzi, një taks që të i kalon çdo vend tjetër të planetit. Berisha kritikoi qeverinë për mos e reagim ndaj rritjes së çmimit të karburanteve. Vetëm mashtrim, asnjë qëndrim i përgjegjshëm. Rritja, vetëm nga rritja e taksës, nga rritja e çmimit në 220 lekë, shteti fiton 8 lekë për litër me TVSH. Më shumë, të vitit 2013, nafta në bursë ndërkombëtare ka qenë $97. Në tregun shqiptar është shitur me 140 lekë. 140 lekë. Me 7 prill të vitit 2022. Nafta në bursë ka qenë $97.2, pra e njëjtë. Në Shqipëri është shitur me 228 lekë. Nafta në bursë, çmimin më të lartë nga viti 2005 gjerë sot e ka patur në vitin 2008. Kreu i Partisë Demokratike u ndalte procesi i integrimit evropian duke pretenduar se Shqipëria po has pengesa për shkak të problemeve me shtetin ligjor dhe korrupsionin. Procesi i vlerësimit të IBAR mbeti në klasë edhe dje. Pra, Këshilli i Ambasadorëve që shqyrton këtë raport që ka të bëjë me zbatimin e themeleve, gjërave themelore, shtetit ligjor, luftës kundër korrupsionit, çdo javë mbetet në klasë. Çdo javë shtohen vendet që e kundërshtojnë. Lideri i opozitës komentoi gjithashtu edhe zhvillimet të ndërkombëtare. Vlerësimin tim, tonin Partisë Demokratike dhe opozitës për arpushimin e arritur në luftën në gjirin persik midis Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit. Leturojmë ky arpushim të shtrohet në një marrëveshje paqe të qëndrueshme për vendet dhe popujt e këtij rajon siç faktohet i një rëndësie nevralgjike dhe strategjike për energjinë e botës. Përpara mbledhjes, Berisha u takua dhe me përfaqësues të partive aleate për të diskutuar koordinimin mbi reformën zgjedhore dhe strategjitë e mëtejshme politike.